Suksesi i vllaznisë kampione në sportin e gjimnastikës e ka bazën edhe tek puna profesionale dhe shumë e përkushtuar e stafit teknike me kryetarën Izmir Kashi, por edhe me kolegen e tij me të afërt Shpresa Salja, një gjimnaste kampione e vllaznisë në vitet 90. Urime profesoresh. Faleminderit. Si shkon përgatitja e skuadrës, bashkëpunimi me kolegun tuaj me arritjen e këtyre rezultateve? E kënaqur jeni? Jam shumë e kënaqur me këtë aktivitet që u zhvillu në Shkodër me 17-18 maj. Jemi shumë kënaqur me vajzat që lanë maksimumin në gara. Bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë. Unë përpiqem të bashkëpunoj me fëmijët e vegjël. Profesor Salja, e vështirë të punosh me moshat e vogla dhe sidomos në sportin e gjimnastikës? E vështirë pak se është ti mësosh fëmijët e vegjël, ti zbulush ato të vlerat që kanë ato, dhe po është edhe një dashuri në vete punosh me këta fëmijë veçër. Si reagojnë familjarët që i sjellin në familje, janë të kënaqur se ato kanë zgjedhur sportin e gjimnastikës? Po, ata njihen shumë të kënaqur, sepse fëmijët e tyre janë duke ecë përpara me gjimnastikën. Bashkëpunimi juaj si staf teknike po sjell vazhdimisht suksese nga gara në garë. Në garat e ardhshme, si e shikoni vazhdimsinë, do të vijë të jetë vllaznia përsëri kampione në gjimnastikën artistike? Gjimnastika, vllaznia, i ka premisat e mira në vazhdimsi. Ne shohim ardhjen që vijnë fëmijët dhe kemi përsëri do shohim që të grumullojmë disa fëmijë që i kanë vlera për gjimnastikën, por them se gjithmonë vllaznia është e mirë në gjimnastikë dhe ka premisa shumë. Urime profesoreshe. Kampione. Suksese në vazhdimsi. Faleminderit.